أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام Falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavate, përshëndetjet më të përngrohta shkojnë mbi mësuesin e njerëzimit Muhammedin, që erdhi me Kur'anin nga Allahu subhanahu wa ta'ala ta bën të qartë për njerëzimin njëherë e përgjithmonë se duhet të minoj drita mbi terrin për ta humbur përgjithmonë terrin. Nuk do anashkaloj për t'ju falemderu juve që e keni pranu këtë ftesë, po kjo ftesë ju ka ardhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Asgjë nuk keni bërë më shumë se për dalë këtu për ta falë xhuman, që është farz, obligim për ata që I thojnë vetit burr. Andaj, të nderuar vëllezër, me ju krenohemi që ju kem para, duke mos harruar që t'i përshëndesim hoxhallarët tanë kudo që janë, dhe duke mos harruar që ne emën televizës të përshëndesim edhe Bashkinë Islame. Ne jemi këtu për t'ju treguar këtyre se edhe neve na takon një vend ku mund ta shtrojmë dhe ku mund ta kryjmë detyrat të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka obliguar. Ajo është falja. Unë do them se ne nuk e kem ndërmend ta lëm namazin për mos me marr epitetin nga njerëz apo nga të tjerët të cilët na quajnë shpesh herë që ne jemi radikal apo terrorista. Ne shqyqër Zotit na ka mësuar këta pleq këtu, të cilët me vite, me radhë kanë bërë rezistencë regjimit të kaluar. Andaj po shpesh herë po kem indikacione nga njerëz tjerë se këta janë të
mashtruar, apo janë të ardhur nga një pushtet I cili është I larguar. Jo, vallahi. Ne jemi gjithë këtu me pasaporta kosovare. Dhe jemi nipa të atyre të cilët e falin namazin edhe atëherë kur ka qenë më vështirë. Shqyqyr Zotit, tashti, kemi liri. Dhe jemi ardhur këtu për ta festu një vendim I cili shpresoj dhe ju kërkoj që të bëni doa, posa që është tani për tani së është një ditë e madhe. Dhe jo rastisht nga organet tona është zgjedh termi I xhamisë së madhe. Andaj, në një ditë të madhe, në një mas kaq të madhe, në një Kosovë të madhe, me musliman të madh, e të vogël, të cilët kërkojnë për ta ndërtu xhamin e madhe. Ju kërkojmë vëllezër që të bëni dua dhe lutje që ky të realizohet duke pas parasysh se këto ditë kemi dalë me një komunikat. Ne, para se ta lexoj këtë komunikat, po më vjen mirë që jam mesin e ju dhe se di cila qeveri, cila objekt është I qeverisë. Do t'ju kësha drejtu këtu. Ju, apo këto media, tregoni të vërtetën. Se ne jemi të edukum nga gjyshi tonë. Ne nuk kemi kulturë tjetër të ardhur nga një shtet tjetër. Nëse na shefni me këto pamje, ne zbatojmë urdhrat e Allahut dhe pejgamberit. Ne nuk mund të mojmë ndonjë emër tjetër. Kemi emra Muhammed e Ahmed, po dhe nëse ka ndonjë emër tjetër janë musliman. Andaj, para se ta lexoj komunikatën I cili del nga stafi I lëvizjes, që është më bën derë ta lexoj unë. Përsëri, ai që nuk e falenderon njeriu, nuk e falenderon as Zotin. Allahu din më së miri për më ju shpërbly o vëllezër. Edhe sigurisht, kjo jehon e madhe që po shifën një numër 7.000, 8.000, 10.000. Jemi mundu sa ma shumë ta zvoglojmë këtë numër duke pas parasysh gjitha e jave cila ka kalu me lloj etiketime edhe sot shtypi. Andaj, këto media që I kërkova më herët s'do t'i lëm me kaq. Do I thëm, keni Afrikën Zotit. Mos shkruni për njerëz. Mos shkruni për hoxhallar ton. Se ata janë terrorista apo janë radikal apo janë kështu. Ju jeni për ta bart amanetin nga populli deri te organet më lartë. Kështu që, tregoni të vërtetën o vëllezër, mos I vjen marrë me tregu se këta janë babgjyshje, vllai jon këto. O vëllezër, mos I vjen marrë, ju I bëhet drejtohem. Nuk kemi ardhur, nuk kemi ufa. Po kërkojmë xhami, po e shas pak. Po megjithatë para se ta lexoj këtë përsëri, ju e falenderoj. E shihni ju organet që jeni në polici që kemi respekt shumë për juve. Se ne, kur nuk na prekni dhe kur nuk na ofendoni dhe s'po e shoh një vllon para meje që është rre, të kalumën, po e tregojmë shyrstafin me të bardhë. Ne kemi zemrën e bardhë. A shihni se mojmë randin e? Edhe ne do t'i kontrollojmë këtij vendit deri në pikën e fundit. Kështu që, do lexoj në vijim. Në bazë të komunikatës së Komunës së Prishtinës të datës 30 qershor 2011 për përcaktimin e hapësirës së xhamisë në qendër si dhe duke qenë të përkushtuar për një shtet, shoqëri me prosperitet dhe atë dashuri, lëvizja bashkohum lëshon këtë. E lëvizja bashkohum kush është? Ju jeni o vëllezër. Se për dini jemi. Njoftim që me datën 01/07/2011 falja e namazit të xhamaz bëhet në hapësirën e trekëndshme në mes të parlamentit dhe Komunës së Prishtinës. Pa bllokuar rrugën. Morovesh, njëherë në këtë ymet fol dikush të ndëgjohet. Ky vendim është marrë pas analizës së komunës të lëshuar me datën 30/06/2011, e cila I është shpërndar media deri te fundi, deri te vendimi ynë për të mos bllokuar rrugën. Kemi ardhur si rezultat I vlerësimit të gjendjes së re dhe premtimit të bërë nga ana e kryetarit të Prishtinës
profesor Isa Mustafa, që unë e ftoj me këtë emër, ti shef të vëllezër ku janë duke falë dhe këta nipat e ti, përmes zëdhënësit së komunës zotëri Muhammed Gashi, i cili ka qenë përfaqësues i kryetarit në takimin e realizuar dje me përfaqësuesit e Lëvizjes Bashkohu, zotëri Fuad Ramiqin, në të cilin takim u dha dhe edhe premtimi se hapësia për ndërtimin e xhamisë në qendër dhe qendrës islame do të sigurohet në fillim të muajit Ramazan. Dhe është Zoti i Madhreshëm që Komuna e Prishtinës dhe Bashkia Islame të arrijë marrëveshje përfundimtare që gjatë muajit të Madhreshëm të Ramazanit të dahet hapësia për ndërtimin e xhamisë dhe qendrës islame, mbështetur në komunikat dhe premtimet përfundimtare të Komunës së Prishtinës, në të cilën plotësisht besojnë. Lutim Allah subhanahu wa taala që këta ta masin vetveten e tyre deri në fillimin e muajit Ramazan. Andaj, deri në fillim të muajit Ramazan është një muaj. Ka kohë që ti përfundoni gjitha procedurat e rregullta për t'ia fillu dhe për t'a festu. Mendoj, ka ardhur koha që 12 vite të falim o vëllezër, në një vend ku unë mund t'ju shoh gjithve dhe ju mund të më shihni gjithë. Andaj, deri në fillim të Ramazanit, ne nuk do të ndalim përsëri, por kryetari i Lëvizjes në këto ditë të vijim do të del me një komunikat të posaçme se si do të mund të bëjmë mbikëqyrjen apo monitorimin e kësaj pune te Komuna e Prishtinës. Andaj, kjo na bën të ndihemi krenar se sot jemi të bu në mënyrë më të bukur dhe më të përgjithshme për t'ju treguar se vallahi mës paku muslimani i Kosovës ka nevojë të kacafytet me policë, që ne i kemi vëllezër dhe i ruajmë ata. Kështu të nderuar besimtar, kudo që jeni, ju kërkoj që ju na përkranin deri në fund, sepse përkraja juaj vjen me vullnet dhe me dua. Posa që kisha kërku nga nana tona të cilat gjenden në shtëpi, të bëjnë dua për fëmijët e tyre që mos të falen më rrugës. Mendoj, ka ardhur koha që është përfundu koha që ne do të nejmë neglizhencë apo me dur në gjepa. Kështu, e dashura komune jonë, që ju respektojmë dhe ju nderojmë, nga kryetari i Lëvizjes Bashkohu ju bëjmë thirrje dhe nga xhollarët tanë që të na zbatoni kërkesën tonë dhe të na japni hapësirën për xhaminë e madhe dhe për qendrën islame, sepse e meritojmë. Ne sot nuk po ju drejtojmë qeverisë. Në mbledhjet tona apo në takimet tona kemi thënë, nuk jemi për tendera, nuk jemi për të kërkuar punë, sepse unë për të kërkuar punë mendoj se nuk gjoj punë unë, sepse ndoshta suneti pejgamberit dhe shumë vëllezër bën problematik. Megjithatë, ju dëshiroj gjithat mira dhe kërkoj nga Allah subhanahu wa taala t'ju shpërblet me xhenetin Firdaus dhe ju bën për atyre që jeni më të mirë se sa që ju njohemi. E lutim Allahun azza wa jall takimet e tona ta festojmë ditën e Ramazanit dhe ditën e xhamisë së madhe në Prishtinë. E lutim Allahun azza wa jall për çdo të mirë në këtë vend dhe Republika e Kosovës të jetë sa më mirë dhe të kemi gjitha të mira në këtë vend. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salat. Në fund, në javën vijim do ju njoftojmë nga kryetari i Lëvizjes se çfarë hapa do të mirën dhe çfarë presion do të shtohet mbi komunën tonë. Allahu shpërblet. Allahu Akbar, Allah.